me mua për shembull, unë ri në studio, kompozoj, orkestroj një material, po flas një serenat korçare X. Tani ai tjetri e merr, se janë disa programe që nuk dua t'i reklamoj, e merr këngën time siç është, e fut atje dhe thjesht i ndron timbrin e Sa këngë greke ngjajnë me këngët korçare? Ndër vite. Sa këngë gjasin. Jo, ja ta them unë, me fjalë troç janë të vjedhura. Po, edhe para. Jo ngjasin, janë të vjedhura. Nuk e ka Po, efekt inteligjencë artificiale. Jo, nga që ka ngjasin. Unë po them që serenatat korçare. Pra kjo ndodhi ka ndodhur, nuk është se ndodhi tani. Burimi i serenatës korçare është që nga lufta franceze, se ne në Shqipëri nuk ekzistonte ritmi 3/4, janë vals, shumica. Thoni janë vjedhur nga Greku. Nga Greku janë vjedhur para 90-s, për arsye që mos këndohesh në greqisht dhe ju vinë tekstin shqip. Unë të t'i them dhe me emra dhe sot e kësaj dite vidhen akoma, madje edhe në festival kemi kapur këngë që janë vjedhur në Kinë ku diun. Kurse për sa i përket kësaj gjës që quhet inteligjencë artificiale. Mbaroj këngën unë, ai tjetri e merr, Muratori që është në Itali, më kupton, është një murator në Itali, thonë shumë mirë, ka talent për këngë ai, çfarë Më fal, unë e marr këtë dhe i ndroj ngjyrën. Edhe emrin e ka nga mos japim reklam pa e pa njerëzve. Po kështu bën temat e diplomës, mo nuk është ndonjë çudi e madhe kjo. Unë s'dua të përmend politikanë që marrin temat diplome, politikanë që i kemi e dimë gjithë. Ai merren dhe i futën bravo, i futën atë doktoraturën. Shikon ti Albano dhe pastaj direkt. Shiko, nuk është ndonjë çudi e madhe, sepse shiko, ti nëse do futesh te chat GPT-a dhe ta pyesësh, jo GDP-a se do dukemi si ajo. Në qoftë se ti e pyet për shembull për poemën Bagti e bujësit Naim Frashit. Bagti e bujësit Naim Frashit është shumë e ngjashme me një poem të Sadit që është një poet i vjetër pers, nga Persia. Ka vjedhur dhe Naimi, domethënë. Po ka marrë aty sepse në një farë mënyrë diçka e ka marrë, e ka përpunuar. E ka përpunuar dhe Naimi? Po normal, ato tekstet që thua ti dhe tekstet shkollora nuk përkthehen. Diku merë. Se shiko, nuk mund jetë njeriu, çdo njeri veçantë të krijojë gjëra të reja. Keqe këtu Albano se s'po ta kuptoj. Jo, nuk shikoj ndonjë gjë të keqe. Nuk shikon të keqe. Po ti po ankohesh? Për çfarë po ankohem? Po ti më thell valla. Po na bën të gjithë të ditur. Jo, në rregull, po kjo pastaj varet nga ty sa do ta mbash ti afër atë apo jo. Si do ta mbaj? Po ku diun? Si se diti, jo, një sekond, nuk e. Keqe këtu në këtë mes. Si nuk e diti. Është zhvillim apo është regres?